Nderuar teleshikues me mbrëma. Në pjesën e parë të emisionit, si shpesh e kemi bërë zakon, sidomos ditët e hëna, ne flasim për temat të aktualitetit. Themi temat të aktualitetit që kanë kontekst, janë ngjarje të cilat lidhen me situatat aktuale të cilat ne përjetojmë. Se a janë shumë serioze, a janë qesharake situatat tona që kalojmë, nuk është në dorën tonë. Ne thjesht i transmetojmë ato, i bëjmë publike, por ju vetë shikoni dhe kuptoni se çfarë ndodh në vendin që ne jetojmë. Një alarm i madh është ngritur që kompanitë telefonike, kompanitë tona që përdorim celularët e këto, me anë të instalimit të disa pajisjeve mund të na përgjojnë. Do thoni ju çfarë ka për të përgjuar këto? Po, zakoni përgjimit është zakoni vjetër në vendin që jetojmë dhe edhe ndodh që përgjohemi. Do të përpiqemi të kuptojmë ç'është kjo pajisje dhe a mundet vërtet të jetë e rrezikshme për privatësinë tonë, nëse ne kemi privatësi. Do të flasim për përgjimet e SPAK ndaj Rënveljet, shkurt, sepse është bërë janë hapur shumë, kupton ti na diskutohet për këtë problem, që janë zhbërtuar vazhdimisht edhe botohet vazhdimisht në portale. Çfarë na tregojnë këto përgjime, të cilat u trumbetuan si shumë të bujshme. Do të flasim edhe për koncesionin e pullave fiskale dhe për tarifat që Trump ka vendosur për gjithë botën mbar. Tha edhe kur dikush tha, sot atë dje nuk e di, se ai flet vazhdimisht tani. Edhe kur dikush tha, janë tela edhe ne kemi të ngjashmin e tij këtu. Irfani Shembelliu janë shumë me Trumpin, edhe në portret, edhe në të gjitha gjërat, po edhe në sjellje. Edhe mund ta kishim presidentin në vend të Bajramit, më mirë do ishte për mua, më mirë do ishte Irfani, e kupton. Tani, edhe ai ka folur, Trumpi tha, shiko tha, kur një trup, kur është i smur, tha, përdoren ilaçe për të kuruar dhe këto tarifat e quhen ilaçe. Po për popullatën, ne do na shpjegojmë më gjerë një ekspert ekonomisë, si do të jetë në lidhje me ne, do na shpjegojnë që janë këto tarifat tani, se mos duken si emër fshati, që ka vendosur gjithë botës, Donald Trumpi. Tani për këto pika, koncesionet e thamë... Po, i the gjitha. E thash se të godet kjo pëse. Ola Xama të bënd coba. Po që kemi venë Ola Xama është, faleminderit shumë. Tomi Kalangji, ekspert IT-e. Tomi tani ti ekspert IT-e, që bëndi është ti? Mundojmë të jem sa më i përdisuar me rristit e teknologjisë. Në pak fjallë. Antitela dhe Antona Bilegaj ndihmojnë përmën e sotme, faleminderit shumë. Dhe në lidhje, ne do të kemi, në lidhje direkte, Besmir Semanaj, inxhinier elektronik nga Vjena. Besmir, mirëmbrëma, faleminderit shumë që na ndihmon. Nga një nga kryetësit të rëndësishme të Evropës do na flasësh ti, ke folur edhe të herë tjetër për mua. Edhe do të përpijem na ndihmosh edhe sot, se ka ndodhur një gjë, kanë vendosur një pajisje tani, mos e përdor shumë, të lutem, sepse bëhet zhurmë. Kanë vendosur një pajisje, dhe ajo tani, dhe mund edhe na përgjojnë. Do thuash ti s'ka shumë gjëra për të përgjuar në vendin ku jetojmë. Këta e ka denoncuar, ta dy. Ta dy e ka denoncuar pajisjen. Ju dy e keni denoncuar këta? E kemi nisur. Ne, për herë të parë... Pastaj neve. Para 2 javësh e gjysmë e kam ngritur për herë të parë si shqetësim dhe kam bërë denoncimin e parë publik. Pastaj është bashkuar dhe Tomi që na ka ndihmuar për këtë çështje. Okej. Pse bën, shikoni se ka një si kakofoni, Besmiri, të rregullohet kjo. Tani, dhe zoti Zev Preçi do të jetë për tarifat e Trumpit diçka do na thotë. Më thënë qanë këto e gjysh tega gjitha. Tani, fillojmë me çështjen e parë, nis përgjimi masiv në Shqipëri. Me pikpyetje kemi vënë që se edhe ndoshta s'ka nisur ora. Po. Do shta thjesht do përdoren, po... Tani është ngritur alarmi që kompani telefonike thamë kanë vendosur pajisje cilat mund të na përgjojnë. Çfarë është Deep Packet Inspection? DPI, quhet kjo. Do me thënë Deep Packet Inspection. Çfarë është DPI? Unë do ta shpjegoj me
me një metaforë. Metafora vetëm tjetër, popullata ta kuptoj metaforën se ne jemi shumë në rregull. Tani, Deep Packet Inspection, imagjinojmë një postier që unë i nis një letër yllit dhe postierin mes me letrën time dhe e çon për te ylli dhe ai ka mundësinë që ta hapi këtë letrën dhe ta lexojë. Çfarë është? Dhe më pas ta mbylli prapë dhe ta nisë yllit. Kjo është Deep Packet Inspection. Domethënë DPI-ja, Deep Packet Inspection është, siç e thatë ju metaforën, ai mund ta marrë ta përdorë atë lajm për interesat të tjera dhe të kryej njëkohësisht dhe punën për cilën është montuar. Besoj, popullata e kupton bashkë me ne, se unë nuk e di jam me të drejtën, ndaj të pyeta dhe e kuptova dhe unë tani mirë. Domethënë kjo është një pajisje e cila mund të përdoret dhe për punë të tjera. Tani, si e keni konstatuar, çfarë keni konstatuar ju të dy bashkë me Besmirin? Çfarë ka ndodhur? Si e konstatuat ju që është montuar kjo pajisje? Kush e thot i pari? Ta thot Besmiri apo ti? Me që është larg të respektojmë? Okej, po. Po. Besmir, po. Atëherë, informacionet e para, denoncimin e parë kanë bërë me datë 29 mars në rrjetet e mia sociale dhe pastaj edhe në mediat e ndryshme. Denoncimi i parë ka ardhur nga kolegë që punojnë pranë ISP-ve dhe organizatave shtetërore, që për arsye të që nuk e arritën të mbyllin dot TikTokun me metodat konvencionale, u vendos që të instalohej një DPI pranë Pra për të mbyllur TikTokun është fjala? Atëherë, sebepi ishte TikToku, por TikToku është minimalja që kjo pajisje mund të bëjë dhe ngrihen shumë pikpyetje. E para, nga kush erdhi kërkesa, sepse ISP-t nuk kanë kërkuar një pajisje të tillë. E dyta, kush është institucioni shqiptar i cili ka dërguar pajisjen pranë ISP-ve? E treta, ku janë marrë këto pajisje, si janë marrë këto pajisje, sepse një pajisje e tillë kushton mbi 100.000 euro dhe ndërkohë vetë institucionet shtetërore kanë deklaruar që janë instaluar 7 të tilla. Pra po flasim diku tek 1 milion euro. Nëse janë marrë donacion, nga kush janë marrë donacion dhe kush qëndron pas donacionit dhe çfarë përfitimesh do ketë donatori nëse është një kompani private. Në momentin që u ngrit shqetësimi për instalimin e këtyre pajisjeve, reaguam dhe për problematikat që mund të ketë vendosja e këtyre pajisjeve pa një kuadër ligjor të qartë dhe të fortë. Sepse kemi dy tipologji shtetësh të cilat instalojnë këto pajisje. Kemi shtetet diktatoriale dhe autokrate, duke nisur nga India, Kina, Rusia, Irani që ka, Turqia. Edhe Britania ka, më shpjeguan? Po pra, do vazhdoj. E ka dhe Britania. Dhe pastaj kemi dhe shtetet demokratike, sikurse është Franca, Britania, Italia, të cilat e ka një pajisje të tillë, por përpara se të instalojë një pajisje të tillë, ka pas një diskutim publik. Përveç diskutimit publik ka pas një forcim të bazës ligjore dhe rregulla se si do procesoheshin të dhënat e qytetarëve. Pra, përgjim në mas nuk lejohet, mund të përdoren për siguri kombëtare dhe të gjitha shtetet demokratike këtë pajisje kanë në ombrellën e sigurisë kombëtare. Kurse në Shqipëri, institucioneve shtetërore ju desh mbi 2 javë gjysmë që të reagonin në një deklaratë mediatike 45 sekonda që thjesht pranuan dhe dizinformuan. Pranuan që janë vendosur dhe me pretendimin që shqiptarët nuk do përgjojnë. Por nuk mund bëhet me pretendim, betohem në Zot që nuk do ju përgjoj, ose për kokë çunit nuk do ju përgjoj. Do të kesh bazë ligjore. Pra nuk kemi një bazë ligjore e cila ju ndalon përgjimin dhe më problematik se përgjimi ka 2 aspekte të tjera, është profilizimi. Pra, sepse në momentin që do flasin institucionet shtetërore, ju siguroj që do thonë që trafiku i inkriptuar nuk mund përgjohet, patjetër nuk mund përgjohet i inkriptuari, por mund të profilizohet, që ta kenë qartë qytetarët dhe çfarë do të thotë profilizim dhe si mund bëhet profilizimi. Le të marr shembull veten time. Kjo pajisje mund të dalloj në çfarë aplikacionesh unë përdor, çfarë aplikacionesh kam në telefon. Kam sinjalin për shembull. Në çfarë faqesh hyn të lexoj? Nëse lexoj faqen e, le të themi, Komunitetit Musliman Shqipërisë, me profilizoj si musliman, nëse lexoj faqe me përmbajtje të krishterë, me profilizoj si të krishterë, nëse lexoj një faqe opozitare, profilizohem si opozitar. E kështu me radhë, mund të arrinte preferencat seksuale që keni nga videot që shikojnë, mund të shikojnë nëse keni varësi nga bastet apo jo. Le të marrim nga njëherë duhet me banalizu mohabetin që ta kuptojnë njerëzit. Një politikan ose një qytetar i thjesht hap një faqe të papërshtatshme dhe
Logët e kësaj e gjithë kjo gjëja profilizimi, okej, të shtoj një gjithë profilizimi që ta kuptojmë pak qytetarët. Konkludoj. Profilizimi që po thot Besi bëhet si që ishe Encrochat-i, kush ishte, që kishe një kod ID-e. Sky-ECC-ja, Encrochat-i, okej. Sky-ECC kishe një ID, nuk kishe një username password, dhe profilizimi bëhet me kodin tënd të e-mailit, me kodin tënd të telefonit. Çdo telefon ka një kod unik. Identifikimi ke ti për këtë fjalë. Po, do më thënë, çdo kod telefon ka një kod e-mail që është unik. Po. Dhe, nëse ti blend telefonin në një kompani, në një dyqan. Po qartë. Pra, identifikimi i qytetarit bëhet nëpërmjet këtij kodit. Kodit e-mail, që kodin e e-mailit e ruan, jo vetëm telefoni, po e ruan edhe laptopi, e ruan edhe televizori që kemi në shtëpi, e ruan çdo pajisje, edhe Internet of Things dhe të merat. Dhe këtu na është bërë një përgjigje është se tani sikur vendosim kamerën në shtëpi, te shtëpia e çdo individi dhe themi ne do të filmojmë të gjithë jetën tënde, po ne do ta përdorim vetëm nëse ti ke vjedhje në shtëpi. Tani pyetja është, këtu nuk është miratuar një ligj që kontrollon dhe kontrollon integritetin e personave që do punojnë dhe do kontrollojnë këtë pajisje. Ky është problemi. Pra, Besmiri bën një shpjegim që edhe në Evropë, në vendet e rëndësishme perëndimore, ku janë vendosur këto pajisje, është për një diskutim i qytetarëve dhe mbi të gjitha për të ndërtuar një strukturë ligjore, në mënyrë që të mbrohen njerëzit. Ju përmendën pak Britaninë e Madhe, ta them edhe këtë Britanisë së Madhe bes një sekond. Britania e Madhe sot ka një problem shumë madh me privatësinë. Nëse sot telefonat ton Apple, nëse shumica për ju që kanë bërë paid atë që ruajmë në cloud, të dhënë fotot, passwordet dhe të merat, është end-to-end encryption, do të thënë është enkriptuar nga të dyja palët dhe kodi sigurisë. Me fjalë më të thjeshta, lutem. Është një siguri e lartë. Koduar. Shteti britanik i ka kërkuar Apple-it që të heqë end-to-end encryption. Për shtetasit britanik se ka shumë problem të madh me krimin. Dhe mënyra më e mirë për ndjekur krimin është i ka kërkuar edhe WhatsApp-it, edhe Apple-it që të heqë kodin e enkriptimit nga pajisje në pajisje. Për të hequr këtë kod nga pajisje në pajisje, Britania ja ka kërkuar Apple-it dhe edhe Metës. Edhe Metës, se duket sikur të heqë Metës këtu. WhatsApp-it. Dhe ndërkohë Britania duke qenë shtet shumë i fuqishëm mund ta bëjë këtë se po ta kërkoj këta tanët këtë ata mund ta zënë me dru. Britania është edhe një shtet që ka standarde të zbatimit të ligjit shumë herë larg Shqipërisë dhe nëse ndodhin të dhëna për abuzime me të dhënat që shteti edhe në parim kjo për qytetarët britanik është shkelje e madhe privatësie. Dhe nëse mund ta vazhdoj, e para është përkufizimi, e dyta është censura. Pra, qeveria në çdo moment mund të bllokojë. Unë dua që nga ju të dy tani, para se të fut dy analistët tonë ndonjë gjë, se ta nuk janë ekspertë, si ndryshon DPI nga monitorimi i zakonshëm i rrjetit. Pra, çfarë na bën, ju e thatë në një farë mënyre, po për ta thënë edhe më thjesht, me DPI-në, ndryshe nga, se edhe pa DPI këtu përgjimet janë shumë, ka përgjime të mëdha, se këto përgjime janë bërë gjithë kohën. Histori përgjime. Ne jemi një popull që përgjohemi, vetë përgjohemi, do më pa përgjime ne edhe nuk jetojmë dot. Kështu që të jeton vjen tani. Ky merret me IT-n këtu, e ka futur kokën në IT, edhe nuk kupton mirë, po këtu pa përgjime nuk jeton dot njeriu. Nuk kupton? Pra, ku ndryshon tani, çfarë shtohet e keqe? Përveç përgjimit të rëndomtë që kemi me DPI-n, çfarë shtohet? Popullat shkretë. Përgjimi, monitorimi normal bën thjesht shikon të paketa vetëm headerin. Pra mund të shikosh që një përdorues po bën trafik, por nuk e monitoron, nuk e dallon dot çfarë programi po përdor, sa kohë po qëndron tek ai aplikacioni, çfarë faqe, emrin e faqes, gjitha këto gjëra që nuk i bën dot. Monitorimi thjesht i bën DPI-ja. Plus DPI-ja mund të bëjë dhe censurimin. Pra me monitorim thjesht nuk arritën ta mbyllin TikTokun në Shqipëri. Kurse me DPI në të dy kompanitë mobile u mbyll TikToku. Nga ana tjetër, DPI aty mund bëjë degradim të shërbimit, jo vetëm mbyllje. Le të themi tani jemi tek MCN-ja, jemi live, me anë të kësaj pajisje mund të bëjë degradimin dhe fjalët tona dhe video jo nuk do ishte mundur të realizohej. Përdorimi i fundit i DPI-s ishte në Turqi me rastin e arrestimit të liderit të opozitës. Ku shteti e përdori DPI-n. Për arrestimin e Imamoglu's. Çfarë ndodhi? Po,
e përdori DPI-n për të mbyllur gjitha rrjetet sociale, për të mbyllur VPN-et që shmangnin. Dhe i mbyllën? Po i mbyllën, dhe ngadalësimin e internetit për gjithë Stambollin. Qytetarët ishin terrë informative dhe nuk komunikonin dot me njëri tjetrin, nuk organizonin dot protesta nëse donin të organizonin, nuk e kuptonin çfarë po ndodh, etj. Pra, një ndër bazat të DPI-s është censura. Pra, shteti aktualisht ka në dorë një armë pa leje. Për sa kohë nuk ka legjislacion, sepse dhe arma mund mbahet nëse keni një leje për mbajtjen e saj. Ajo që ne po kërkojmë është që nxjerrni lejen, pastaj blini armën. Ato kanë marrë armën, kanë instaluar armën, e kanë mbushur. Pra, ju thoni, Zoti Semana, ju thoni që dhe keni ndjeni që DPI është përdorur për të ndjekur apo shantazhuar persona me funksione të larta shtetërore. S'po flas Shqipërisë që tani është vendosur. Po, në rastin ju të përmend Turqinë. Ku? Kemi rastin e Iranit pas zgjedhjeve në 2019 nëse nuk gaboha. Arabia Saudite. Ku Arabia Saudite u bëhej monitorimi të gjithë personaliteteve dhe gjatë këtij profilizimi kapen normalisht secili nga ne ka pikat dobta. Mund të jenë pikat dobta që s'kan bëjnë me korrupsionin, nuk kanë bëjnë me shtetformimin, mund të kenë bëjnë ku ta diun me një vest për bastet. Mund të kenë bëjnë me një vest për pijen, mund të kenë bëjnë me një vest ku ta diun për pornografin. Dhe ky informacion mbledhej dhe ky informacion përdoret për shantazhim. Tani, ta shpjegoj me një fjali këtë që tha Besi. Okej. Po? Me një fjali këtë që tha Besi, më merri ditë shok me merak, në fakt, tha, për para DPI-s, i kishe thënë komshiu vetë, tha, sa trafik bën mbas orës 10 natës ti, i kishe thënë. Tani, ai komshiu vetë do t'a di dhe qa shikon kë shoku im gjatë natës. Po pse e pyeti? Se punonte te një ISP, te një nga këto kompanitë e internetit dhe i tha, sa trafik bën gjatë natës edhe qa... Tani ai mund t'a shikoj dhe çfarë... Edhe tani ai mund t'a shikoj edhe çfarë bën ose çfarë trafiku përdor në rast. Edhe nëse nuk të ndjek shteti këtu për qef, për shembull Ola, bën një bisedë për qef, po, ha. Mund të jenë punonësit e ISP-s, siç do në pagat për 200 euro, mund dali edhe profilizimi jotë. Madje për gazetarët mund të ekspozohet edhe burimi se me kë ka folur në telefon dhe sa gjatë ka edhe në WhatsApp. Edhe në WhatsApp. Po kjo që dhe duhet të kemi parasysh diçka. Këto që themi ne janë cilësitë komerciale që ofrohen për biznesin. Se çfarë mund të ofrohen për shtetet, këtë nuk e dim. Duhet na thojnë vetë institucionet shtetërore. Sepse DPI-ja mund përdoret, është një teknikë sulmit, mund ta thojë edhe Tomi, mund përdoret man in the middle, quhet që DPI-ja venoset në mes të trafikut, i shtohen dhe pajisje tjera që bën dhe dekriptimin e trafikut, mund lexojë edhe mesazhet tona. Plus, për sa i përket trafikut të pa inkriptuar, e ka letër me shkrimdore. Pra mund të lexojë çdo gjë në një trafik pa inkriptuar. Drejtori i AKSK tha që Shqipëria ka 100% trafikut të inkriptuar, nuk është e vërtetë. VoIP në Shqipëri nuk është i Do me thënë Besmir, me sa kuptoj unë, ti e duke thënë që tani gjithë Shqipëria bëhet Big Brother. Nëse ato do përdorin të pajisje pa kuadër ligjor, nuk them që është bërë, nuk e di se si po ne nuk kemi kuadër ligjor. Kemi? Por nuk kemi kuadër ligjor. Imagjino, u desh 2 javë gjysmë që të deklaronin dhe të pranonin instalimin. Ka mbi 2 javë gjysmë që ne këmbgulim që janë instaluar pajisjet, kemi dhënë fakte që janë instaluar pajisjet, pas 2 javësh e gjysmë e pranuan me një intervistë 45 sekonda, në të cilën dhe dizinformuan deri diku. Dhe më e bukur aty kush është? Te deklarata zyrtare ishte që i kemi instaluar për të mbyllur me TikTokun, këto janë pajisje shumë të mira, nuk cenojnë sigurinë dhe dhënat e qytetarëve, na mbrojnë nga krimi kibernetik dhe nga sulmet kibernetike, por pas një viti do heqin përsëri. Tani më fal, nëse janë kaq të mira. Këta thon pas një viti do të qëndroj për një kohë të shkurtër thonë, ka raportime se do të funksionojë vetëm për një vit. Nëse është teknologji e mirë, pse do funksionojë vetëm një vit? Kjo është pyetja e rinja, pse duhet hiqen për një vit këto pajisje? Nëse janë kaq të mira, nuk ka asnjë kur vjen Abileka, pse duhet largohet për një vit? Gjë e mirë duhet rri gjithmonë. Ose duhet të ketë internet. Sa rregullohet TikToku për ta thënë. Në fakt, kjo që po përmendim. Okej, nëse janë blerë, sa është kostoja? Sa ka paguar qeveria për mbylljen e TikTokut? Tjetër çështje kjo është problem që nuk parapyesin shumë këtu Besmir për pagesat. Po të ndalojmë te kjo e para. Zyrtar, as kanë kompanitë. Ne s'kemi
as nga kepi, as Bilega i nga thotë që janë vënë këto DP. Nuk e kemi një kronik televizive. Ata e nëzorën në një televizion të vetin, flisni ju tani se po ju shajnë sa njerëz, po ju akuzojnë sa njerëz që po na përgjoni. As një tim zyrtar, as një garanci zyrtare s'kemi në sot. Ne sot, kjo është hajdutse akoma. Por ata për një kronik televizive vetëm për të përnjështruar këta çunat dhe ne që po ankoheshim që përsëri nuk ta përnjështruan, e pranuan që i kanë instalu dhe ideja është e tillë. Ata tha vetëm ne nuk po ju përgjojmë. Janë vënë këto, por ne nuk do i përgjojmë. Jo, ne po ju përgjojmë, por nuk do të përdorim. Po, nuk do i përdorim. Kjo, të betohem në Zot që nuk do të përgjojë. Po. Me bes, kështu të nuk edhe në bes. Asnjë njoftim zyrtar. Kuadër ligjor, asnjë njoftim zyrtar dhe kuadër ligjor, asnjë përpjekje për ta pasur këtë punë. Minimalisht një njoftim për shtyp në bazë të transparencës, që nëse dikush e di që po përgjohet, të paktën të di që të mos përdorë rrjetet për të cilat ai të mbajë privata apo telefonata dhe biseda që do që ti bëj. A ka në vendim Këshillit Ministrave, VKM minimumi. Atëherë për të kuptuar rëndësinë, është një ankesë, një dokument ankesë EDRI. EDRI është Organizata për Drejtat Digjitale Europiane, e cila dyshonte që këto pajisje janë instaluar pranë ISP-ve në Europë, pranë internet providerave, nga vetë providerat për arsye sigurie e tjerë, por jo nga shteti, pra që nuk do kishte përgjim monitorim e tjerë, dhe i ka dërguar me 15 maj 2019, ka dërguar një letër në Bruxelles duke ju drejtuar të gjitha instancave më të larta të Brukselit. Dhe përveç saj shoqate, këtij denoncimi i bashkohen akademik nga 15 vende të ndryshme dhe 45 oje që të ndryshme nga Bashkimi Evropian. Nëse kjo DPI-ja do ishte kaq e thjeshtë sa duan të na bajnë, pasi u zun me preshëndor, pasi nuk ka një kuadër ligjor, pasi nuk e dinë si të mbrohen, këto europianet budallë janë që ngrinë në zërin, francezët, të cilët e kanë ngritur dhe si çështje parlamentare, budallë janë. Dhe mos harroni që Franca e implementoi DPI pas sulmeve ndaj revistes satiristike Charlie Hebdo, më fali për Hebdo. Tamam? Dhe e implementoi nën ombredhen e sigurisë kombëtare. Pra një pajisje që instalohet nën ombredhen e sigurisë kombëtare, këtu është çuar tek ISP-t, nuk e dim kush e ka çuar, nuk e dim çfarë baze ligjore ka, nuk e dim nga ka ardhur, nuk e dim sa ka kushtu. U tha që do përdoret rreth një vit. Po tani këtu ka edhe një vit. Pa dashur politike, po nuk duhet të bëj politikë. Tani unë nuk kuptoj mund të përgjohet në mënyrë masive çdo njeri. Diçka. Dhe profilizim përmjet email pajisjes tonë. Do me thënë kush ka telefon automatikisht. Jo kush ka telefon, jo. Kush hyn në internet dhe televizori do dalë çfarë po përdoret. Dhe kamera live streaming. Do me thënë kush hyn në internet është mund të përgjohet. Kush ka akses te kjo pajisje? Kush ka akses te kjo pajisje tani, se kjo është e rëndësishme. Tani këtë po kërkojmë ne që të rregullohet me ligj. Sepse momentalisht nuk është e rregulluar me ligj dhe këtu mund të ketë akses kushdo. Montu pajisja dhe mund të ketë edhe shërbime informative jo mike që kanë akses të pajisje. Imagjinojeni tani nesër vjen kjo Kaja Kallas në Shqipëri, zëvendës presidenti i Bashkimit Komisionit Evropian. Vjen kjo, po. Sa akseson një Wi-Fi këtu në Shqipëri. Një Wi-Fi, roamingun. Me aksesimin e roamingut ajo është e përgjuar direkt. Sepse këtë gjë e ka bërë Mohammed bin Salman dhe ka përgjuar Manuel Macron dhe Jeff Bezos. Ky bin Salman, ky të heq kokën. Selmani ka grinde njerëzit. Nuk po flasim për Selmani. Kjo është sigurinë europiane kërcënon kjo. Jo më sigurinë këtu. Flet një zyrtar i lartë europian të vinë në Shqipëri ose amerikan dhe flet ose vjen këtu dhe me roaming. Shefja e Bashkimit Evropian ka një telefon satelitor. A mendoni se vendosja e DPI mund të ketë lidhje me zgjedhjet? Flasin, jo, me kaq sa aty okej, po të pyesur një analistët Tela, si tani në momentin që ne kemi marrë një telefon dhe kur themi ne gjithë popullsia, brenda këtij ka futur dhënat e tij personale dhe është nënshtruar navigimit dhe kontrollit ka shkarkuar aplikacione pafund dhe të shesh pre e kontrollit të Gmailit, të WhatsAppit, të TikTokut, po themi, të Sinalit. Pra ti je një individ që e përdor, përveç dy zotërinjve që din çdo gjë,
po themi në lidhje me internetin dhe mënyrën se rrjetit kibernetikës, gjithë shkaje, pjesa tjetër popullsisë, 98%, po themi 99% janë ignorante në këtë drejtim. Pra, ata dinë që navigojnë në internet, por ndoshta një pjesë e madhe nuk e kupton sepse duke parë një faqe futbolli, gjithmonë informacionet i vinë në lidhje me futbollin. Duke parë një faqe pornografike, gjithë informacionet i vinë nga faqe pornografike. Accept cookies. Por kjo është një gjë që ne kemi rënë dakord prej vitesh, që kemi dhënë të dhënat tona dhe jemi nënshtruar, themi ndaj mbrojtjes globale. Pra, secili prej këtyre aplikacioneve ka mbrojtjen e dhënave personale dhe me ligj e ka të ndaluar që të hyjë dhe të përgjojë se çfarë po thua ti, por se çfarë ti po shikon, ata e dinë dhe në bazë të tyre kompanitë e marketingut, përgatisin fushatat e tyre marketingu në raport me çfarë po kërkojnë individët. Me zgjedhjet e kanë fjalën Nëse ti e pranon, tani në një vend që e refuzon. Po ti e pranon, pa jo nuk të përdor të dhënat e tua personale, përdor vetëm customer behaviorin. Po pra, e di se çfarë po shef. Tani këtu ne ndanim në dy palë, pra gjithë themi pjesa lindore e cila ushtron kontroll në çdo detaj që ti po sheh, pra bllokon TikTokun i ndi, dakor, dhe me anë të atyre pajisjeve, bllokon TikTokun, por mund të kontrollojë gjithçka. E bllokon në Britani, e bllokon në Francë, por është e kontrolluar në çdo veprim që bën nëpërmjet ligjit, nëpërmjet akteve ligjore dhe në ligjore që kanë vendosur. Këtu mungon ligji, por në një vend kur ti po thoje për zgjedhjet, por patronazhimi ka spionuar dhe ka kuptuar çdo gjë të individit në raport me zgjedhjet, kur të dhënat tona prej vitesh janë marrë dhe janë hedhur në treg, ka lidhje me pagat, me të dhënat personale të gjithkujt. Tani, ne vjen një moment që për arsye të bllokimit të TikTokut, na vijnë disa pajisje, të cilat vendosen në bazat ushqyesit të internetit. Pra, janë 7 autostrada që sjellin internet në Shqipëri, vendosin tullsat e bllokimit dhe çdo gjë që hyn te individi kontrollohet. Edhe skanerat, si më thënë. Kontrollojnë çdo gjë. Dhe tashti, dakor, ndoshta nuk kontrollojnë bisedën që unë bëj me ty në WhatsApp, sepse është vetë sistemi brenda WhatsAppit që e bllokon. Por që unë po flas me ty në WhatsApp, të din gjithë. E marrin vesh. Dhe ata tashti janë të lirë të kontrollojnë çdo detaj të jetës tonë. Ky është problemi, sepse nuk i pengon asgjë. Nuk ka një ligj. Edhe të fare pak minuta me Besmirin, jo, 2-3 minuta me Besmirin se do shkëputet ai. Pra, a është kjo një formë e censurës moderne apo kontrollit të sjelljes në internet? Pa tjetër që është momentin që ka një pajisje të tillë. Ne censura nisi me mbylljen e TikTokut. Pra ne kemi mbylljen e TikTokut pa vendim gjykate. Pra nuk kemi një vendim gjykate për mbylljen e TikTokut. Mbyllja e TikTokut u bë me sondazh. Megjithëse unë jam një ndër ato persona që nuk e preferoj TikTokun si rrjet social. Si kundërsh edhe unë. Po, në fund të ditës nuk mund të mbyllet një rrjet social me sondazh. Nesër mund të bëjmë sondazh të gjithë prindrit, a duhet të mbyllim me cënën, DPI-n aty e kemi, i mbyllim dhe faqen, e mbyllim dhe se kanal dhe si gjitha. Bëjmë një sondazh tjetër, a duhet të fusim burg X-in Y-in, pra janë gjëra që duhet bëhen me vendime gjykate. Pra, nëse në Gjermani, në Francë, përdoren pajisje të tilla, në Gjermani ka rregullat e frikshëm, nuk lejohet profilizimi dhe gjurmimi i personave në kohë reale, vetëm pasi të ketë një vendim të qartë gjykate. Dhe kjo ka një problematik shumë madhe. DPI-ja në Gjermani përdoret vetëm për menaxhim rrjeti dhe asgjë tjetër. Franca dhe Italia kanë pas super debate dhe vazhdojnë akoma të kenë debate, kurse në Shqipëri u tentua të kalojë totalisht në hije. Dhe ne po kërkojmë vetëm informacion dhe është e drejta jonë kushtetuese për të ditur se çfarë po bëhet me dhënat tona personale. Duam ta dim kush do ketë si do i përdor. Pra, Besmir, këtu mund të shantazhojnë të gjitha llojet e niveleve, sado pushtet kenë. Kjo është një mënyrë. Patjetër. Ja, më falni, mund ta banalizoj çik muhabetin. Mund ta banalizoj pak muhabetin që ti të kuptuar. Po. Një në problemet kryesore në Shqipëri është prostitucioni. Shikon një politikan ose një biznesmen që hap një faqe eskortas ose një faqe masazhesh, ngel logu që ky përdorues filan orë nga filan telefon ka hy këtu, ti e din çfarë do bëjnë, shkon ndjekë, bëj foto dhe e kapi live. Pra ti i gjurmon jetën personale. Kontrollon jetën private si të doj qevi ty. Për kokër të qevi. Për ta kuptuar gjithë se çfarë mund të bëj. Që pamjet parë duket
Ama çfarë problemi ka se di ku hyra. Do shta për këto polikande mund përdoret pak, kupton? Se këta lirit madhe kanë. Bëj shaka, se tani. Tani cilat janë mënyrat tani shteti shqiptar, Besmir, nuk e çan shumë për këtë punë, sepse e ka krijuar vete dhe e futi. Tani, cilat janë mënyrat që një përdorus të mbrohet nga DPI? Kjo është një... Ja ta mbaroj ai dhe të ndajemi. Mund ta vazhdojnë dhe Tomi këtë, e para do jetë do them gjë. Mund ta vazhdoj Tomi. Mund të vazhdoj Tomi se për një të gjëra do themi. Më sakson edhe një herë që janë shantazhuar persona shumë të mëdhenj, po më të mëdhenj që janë shantazhuar edhe një herë, më the nga ky Selmani Jeff Bezos dhe Macron. Jeff Bezos dhe Macron, ai mund të bëjë çdo gjë, po në vende të tjera, nivelet larta. Po kishe ke rastin e Iranit, ke rastin në rastin e Turqi, ke përgjithësian tek vendet diktatoriale, ka dyshime edhe në Hungari të pavërtetuara, po të lexohet në internet është një në shtetet që shoh. Hungaria. Është dhe skandali i Pegasusit famshëm aplikacionit i Izraelit. Tu të ne vetëm doktorit nuk e që bënë, se a i delë që në mjesë dhe fletë qëfar... Zjerë qëfar do... Nuk e qëfar i përgjonë, të? Ska i përgjonë njësë, a i delë dhe thotë dhe gjerat që të përgjushme dhe të pa përgjushme dhe të qudishme. Tani, unë falenderoj shumë... Ti mund t'i dekonspirohet qytetarë digitalë. Zoti Selmani, faleminderit shumë. Tani, edhe kjo na duhet, tani që të vijet një pajisje ty dhe ne... Është një çështje që duhet ta ndjekim të gjithë së bashku. Na mungonte edhe kjo gjë thuaj, se këtu të gjitha gjërat janë, mungonte edhe kjo. Jo, është asia po ne po kërkojmë vetëm ligj, asgjë tjetër, dhe transparencë. Nuk po themi hiqi. Bëj ligje dhe transparencë. Edhe integritet ata që do i shohin këto dhëna. Tani zati Kallaxhi. Tani unë Okej, faleminderit shumë, ha. Do shifemi. Unë para 2 javësh isha në Arabi Saudite, në Jeddah, dhe aeroporti Jeddah ishte ashtu se mund tjetë kush është maksimumi këtyre pajisjeve. Këto lloj pajisjesh bllokojnë dhe VPN-ën. Domethënë, nëse VPN tani janë në 10 aplikacionet më të shkarkuara në Shqipëri. VPN çfarë tani se unë nuk kam ndonjë një uri të mirë dhe të thellë në këtë. Gjithë publiku, prandaj. Edhe për publikun. Duke qenë që publiku është bërë mainstream VPN-ja tani dhe kanë vinë 100.000 downloads vetëm këto një muaj në fundit. Janë telefoni jot kthehet në një virtual private network që momentalisht funksionon si një proxy që do e bëj teknike. I duket internet service provider sikur IP-a jote është italiane dhe jo shqiptare dhe akseson TikTok-un. Kaq, dhe kalon mbi një firewall. Ka bën sikur ndodhesh në një shtet tjetër, jo në... Dhe e bukur... Dhe ti prapë shikon atë. Dhe ke akses te TikTok-u. Kjo pajisje mund ta ndaloj përdorimin e VPN-s. DPI-ja e ndalon. Po VPN-ja tani ka artën e? VPN-ja është aplikacion më shkarku me TikTok-un. Ka ardhur më përpara. Dhe kjo mund ta godas DPI-n. DPN-ja. DPI-ja godet VPN-ën. DPI-ja godet VPN-ën. Sepse çdo gjë kalon nëpërmjet DPI-s. Dhe DPI-ja dhe vjen edhe njëra që godet tjetrën. I themi popullatës to se gjë të veshë dhe DPI-ja mund të bllokojë. Popullata sa vjen dhe ikën, Tomi, ikën janë mbath jashtë. Po nga do ikë se këto DPN dhe DPI-ja nuk janë shumë të prapura. Ata që ngelen, por ata që ngelen. Po edhe për ata që ngelen. Tani, cilat janë mënyrat që një përdorus të mbrohet nga DPI-ja për shkak? Vetë përdorus, jo mendimin e shtetit. Unë që DPI-ja blokon dhe VPN-t, përdorusit nuk kanë... S'kan pikë fuqie tuaj, janë ca VPN që janë të mira që mbajnë, që është Proton VPN, Cloudflare, por siç pranoj të mora shembullin e aeroportit të Jeddah. Po wirelessi me USB kanë akses tek paketa e Wi-Fi që mund ta blesh me USB? E njëjta gjë, sepse kalon në protokollin e kompanisë telefonike dhe sa po vjen dhe pajisja po merë... Po nëse e ble jashtë Shqipërisë? Blije ku të duas pajisjen, e vetë e gjë... Apo e ka provider, e ka me marrëveshje me kompanitë? E vetëmja mënyrë që të shpëtojmë nga kjo gjë, unë e kam thënë që në ditët e para kur u blloku TikTok-u, qofse dhe i dje kompanitë shqiptare i monitoronin nëpërmjet ISP-ve, nëpërmjet kësaj gjëje mund të promovojnë faktin e internetit satelitor. Për shembull, mund të kemi rritje të Starlink-ut, për shembull, pajisjes të Elon Musk të internetit. Njerëzit nuk përdorin kompanitë shqiptare të internetit, si që satelitët të kohë që ne shifshim rajnë të më radhë, tani do bëjnë të njëjtën gjë me internetin. Interneti s'do e marrin më nga kompanitë shqiptare, por do e marrin direkte nga
një kompani amerikane që e merr nëpërmjet satelitit. Këtu nuk ndërhyn DPI-ja. Dhe këtu nuk ndërhyn DPI-ja. Do me thënë, nëse ne lidhemi direkt në rrugë të shikus me një internet tjetër të ndërkombëtar, që në këtë rast në Starlink, satelitor. Vetëm me satelitor, DPI-ja zhduket. Dhe prandaj edhe shumica ambasadave nuk përdorin kompanitë shqiptare të internetit. Se DPN-n e ka ngrënë këta, vetë, DPI-ja zhduket. Tani kemi në një gjë tjetër për të thënë. Kemi edhe një gjë tjetër për të thënë që neni 35 dhe neni 36 që çfarë shkelet me këtë rast. Shkelen dy nenet. Neni 35 është e drejta për informim dhe mbrojtje të dhënave personale. Dhe është neni 36 e drejta për konfidencialitetin e komunikimeve. Po. Kështu që dhe pika numër 2 është që autoriteti për mbrojtjen e dhënave personale, komisioneri për mbrojtjen e dhënave personale, akoma nuk ka reaguar mbi këtë çështje. Pra, ne dim që qeveria ka vendosur të bllokoj TikTok-un, por mënyrën se si do e bllokoj, ne nuk dim asgjë për mënyrën se si veproi qeveria për ta bllokuar. Dakor? Do të thënë është një lloj mos i ke një smundje që do të operohet të gjitha, më thjesht e ka të vdesë, për shembull. Jo, kjo është t'jesh mirë dhe i të fuz virusin. Ti fuz virusin, po. Tani problemi është ky, që neve sarë kemi zgjedhje, edhe në 2021 dhe në 2025, kemi një problem me dhënat personale. Dhe kjo nuk është më rastësi. Jemi okej. Në 2021 na dorën patronazhistët, na dorën të dhënat private të gjithë regjistrit të qytetarëve, pastaj na dorën patentat, na dorën të ardhurat, të gjitha 2021. Tani na del një pajisje që edhe ato gjëra që s'na dolën, të na nxjerrin të gjitha. Qartë. Kjo nuk mund të quhet më rastësi. Tani unë them që të largohemi kësaj duhet që të bëhet transparencë se cilët institucione po i përdorin, cili është standardi dhe formati që po i përdorin. Cili është autoriteti që do i monitorojë? Kush do të monitoroj këtë institucion, a kanë akses edhe kompanit private... DPI-ja po doj për shembull emisionin tonë e pengon tani? ...dhe të shpërndarjes së internetit. Pengon live stream. Dhe mjafton, se sa të rëndësishme janë... Tute Meksi jo. Televizionin e Meksit, jo. Se sa të rëndësishme janë të dhënat personale, jo vetëm tonat, po dhe të zyrtarëve të rëndësishëm, është sulmi i fundit që ka ndodhur te prokuroria e posaçme, ku ka depërtuar dhe kanë aksesuar emailët e 3 prokurorëve të posaçëm. Tashmë, edhe vetë prokurorët e posaçëm mund të lënë gjurmë dhe të dhëna përmes pajisjes DPI te dora e një zyrtari që ne nuk e dim se kush është ai që po i për ta kuptuar se sa sensitive është çështja. Pa fotur këshu, dhe më mbanë mua janë plan të parë, ose kolegët, ti lëviz nga dalë, anash, se live jemi, e kupton, nuk ka në një problem shumë të madhë, të ndimajnë në pjesa tjetër më tanë për të... Afrohet, ose futim, në qofë se je mundet, fut vetëm atë, jo reklam, po këtë pjesën e yrjes të emisionit. Siglin, ose lere fare, mos e fut se s'ka problem, qëndrojmë në këtë pozicion apo afrohet? Më të rrisë s'ka problem? Në regull jemi. Jemi në regull, në pozicion nuk ka problem. Bëni shenjë që se nuk jemi në regull, bëjmë kërëm në televizjet vogël, live jemi tani dhe ndodhin gjëra të tilla. Pra, u largua zoti Kallanxhi, morëm vesh, kuptuam dërruat e shikus që gjendja tani kemi dhe një që quhet DPI, ajo mund të marrë vesh çdo gjë që ne bëjmë tani, vetëm kur flem gjumë, nuk ndodh që të transkriptohen dhe të dëgjojnë bisedat. Po fjete e Ola jenë në regull, do më thënë. Tani kalojmë në një që na tregon shkurt, që na tregon përgjimi i Erion Veliajt. Se ne kaluam disa herë, një dy herë nuk i përsëritim me dita, se edhe bë pak vulgare kjo, si problem Abilegaj, vazhdimisht duhet diskutuar, vazhdimisht, duk sikur ne kishim në qendër të, edhe pse është një nga ngjarjet më të rëndësishme në jetën e vendit. Përveç kontrollit të medjave, që dihet, më thënë, në gjitha, çfarë na zotja Abilegaj mendon që na tregoi përgjimi i Erion Veliajt në Qeli? Që ne nuk e dinim. Që mua më duhet sikur s'na tregoi në një gjë. Në fund fare nuk tregoi asgjë se dini. Tregoi gjëra që tregoi asgjë se dini. Të paktën nga sa ka dalë deri tani, se mund të ketë të tjera. Jo, mund të ketë. Por nga ato që ka dalë deri tani, që kanë rrjedhur nga vetë Spaku, sepse nuk kanë pas nga dalin, nga të rrjedhim, nuk e ka avokati, nuk e ka askush tjetër përveç gjyqtarit
që i ka marrë nga Spaku dhe 2 prokurorëve të Spaku që e paraqitën. Kështu që këto janë të dhëna të rrjedhura ose nga gjyqtari gjykos, që nuk e besoj, ose nga Spaku, që e besoj më shumë. Me qëllim për të bindur opinionin publik, se s'ka shërbim tjetër, që mbajtja në burg e Erion Veliajt ishte e pashmangshme. Me ai sa keni parë aty, nuk ka asgjë më shumë se statuset e Erion Veliajt në Facebook. Ato që Erion Veliajt bën në Facebook, duke denigruar prokurorin Oshdadu, duke e kërcënuar madje, duke thënë që ai nuk e di me kë po merret, të tjera, ishin dhe aty, vetëm që ishin në forma të tjera. Kishte një organizim të mediave, por që kjo nuk lidhet me asgjë specifike ligjore që mund të rëndoj pozitën e tij, dhe marrëdhëniet e Veliajt me Ramën dhe me socialistët, me Ursim Manjën e të tjerë. Pra, po ta bësh analizën, dhe marrëdhëniet familjare të Veliajt, ato që dolën nuk rëndojnë asgjë as peshën e Veliajt në çështje, më shumë se çfarë ne dinim dhe çfarë ishte bërë publike, por denigrojnë figurën e Erion Veliajt, personalitetin e tij. Do të thonë, ky është njeriu që shan këtë burr të vajet nga ky, lidhet me këta, bën biseda për 2 milion euro, merret me djalin e familjen e prokurorit. Gjëra të tilla, të cilat një pjesë ne i dinim, por duke dalë kështu, ne e njohim më mirë se kush është ai. A janë këto pjesë të çështjes? Duhet të jenë këto pjesë të çështjes? A duhet të dilnin këto gjëra? A kanë çfarë vlerë kanë këto? Vetëm vlerë është shtesë. Duket sikur përgjimet tregojnë që është një person që mund të prish provat. Do me thënë, këta i kam paraqitur me idenë që është një person që mund të prish provat dhe manipuloj dëshmitarët. Nga reagimet e tij publike ne e kishim parë që ky mund të prish provat. Se ky është argumenti që po mbajt izoluar apo jo? Ky ka pranuar që e ka marrë një prokuror, një hetues BK-s telefoni, ka thënë pse në ditë pushimi gruan time. Ky ka bërë statuset kundër prokurorit. Ky e ka fyer prokurorin, e ka sharë, e ka denigruar. Por këto pjesa tjetër që ka dalë nga përgjimet nuk tregon asgjë. Bile te kalon shumë më tepër masën në gjëra që nuk interesojnë çështjes. A interesojnë publikut? Sigurisht interesojnë publikut. Interesojnë publikut që Erion Veliajt të përshkruhet ai personazhi negativ që do Spaku, që mund ta dënojmë edhe pa prova. Sepse ky që bën këto që kanë dalë aty në përgjime. Dhe kjo është një precedent jashtëzakonisht rrezikshëm. Kjo na ka ndodhur me të gjitha çështjet ku Spaku ka qenë interesuar të fitojë opinionin publik për shkak të dyshimeve që ka pasur në media për dosjen e Spakut, për atë thelbin, për të vërtetën e Spakut. Sepse nëse ti hedh dikën gjyq, fillon hetim për dikë, je palë, ndërkohë jeni 2 palë dhe duhet keni drejtat të barabarta. Për të pasur prioritet, Spaku përdor këto mjete që janë të palishme. Janë jo morale me gjitha dhe shkelin të sigurinë ligjore të çdo njeriu i cili është përballë tij. Kështu që mendoj që këtë treguan këto, që Spaku është gati të krijojë precedent të tillë të rrezikshëm, të shkel të drejtat e çdo qytetari që të jetë superior në pozitën e tij përballë qytetarit. Për te këtyre që thot Antoni, dhe sigurisht janë ato që qëndrojnë, ne i marrim për të vërteta të gjitha këto, sepse kemi parë faksimile të dokumentit të prokurorisë. Pra kjo i vërteton që janë reale këto përgjime. Janë tekste integrale të prokurorisë. Dhe pyetja... Pa këtë s'mund publikosh. Dhe duke qenë si dokument, si faksimile, duke qenë reale, ne dyshojmë që janë nxjerrë nga vetë Spaku, sepse vetëm ai i dispononte. Pra vetëm prokuroria i dispononte këto dokumenta si faksimile. Dakor? Ne dëgjuam që ditën e parë që ka përgjime të Erion Veliajt gjatë gjithë periudhës që ishte në paraburgim nga seanca e parë deri te seanca e apelit. Dakor? Dhe ditën e gjyqit u përfol që prokuroria çoi prova të reja në gjykat ndaj Erion Veliajt dhe këto prova shtonin themi akuzën mbi Veliajt. Dhe unë prisja realisht për te këtyre që u folën që të kishte prova reale në kuptimin që Erion Veliajt me bashkëbiseduesit e tij të fliste për mënyrën se si do intimidonte dëshmitar të mundshëm, për të fshehur prova, për të fshehur para, për të fshehur dokumenta, pra shkoni te kati i pari vilës janë këto dokumenta me ajin i fshin. Atëherë këto do të konsideroheshin si prova në kurrizë të tij. Por biseda me familjarët, kur vetë
kur ti e lexon, ai thotë që le ta marrin vesh të gjithë, në kuptimin që ai e di se është në përgjim. Bashkëshorte e tij e di që janë në përgjim. I vllai e di që këto biseda po përgjohen. Domethënë, ai ka bërë atje biseda që sipas mendjes së tij nuk e rëndojnë situatën e Veliajt. Por ne nuk kemi lexuar një pjesë të vogël të fashikullit, mund të ketë dhe prova tjera, nuk kemi dorë. Por nga këto që kemi lexuar, arrin kuptosh që prokuroria i ka hedhur në treg për të pasur dhe ajo pozicionin e saj në raport me Veliajn. Prokurorët vetë nuk flasin dot për tej sallës gjyqit, pra nuk mund dalin dot të flasin publik. Atëherë çfarë kanë bërë? Kanë hedhur këto fletët për të qëndruar ata në raport me Veliajn, akuzat e tyre, provat e tyre, letrat e tyre në raport me Veliajn. Dama. Unë mendoj që pikë së pari, përgjimet tregojnë në mënyrë të dokumentuar fushatën e dirigjuar nga Erion Veliaj kundër prokurorëve të SPAK-ut. Ne pam lajme të cilat nxinin personalisht prokurorët, të cilët nuk kanë asnjë faj që janë prokurorë dhe kanë detyrën që të hetojnë zyrtarët e lartë, sepse për këtë punë është ngritur prokuroria e posaçme që të hetojë zyrtarët e lartë në momentin që një zyrtar i lartë është në hetim, është në masën e sigurisë arrest në burg, ai ka të drejtën e tij të ketë fjalën si në sallën e gjyqit, qoftë edhe duke bërë postime në Facebook apo duke dhënë dhe intervista edhe pse nuk janë autorizuar që të jepen intervistat për shkak se është në masën e paraburgimit, që të thot fjalën e tij, por deri këtu dhe jo në denigrimin personal, duke ju futur te lista e notave, duke ju futur në familje një prokurori, dhe kjo nga pikpamja morale është shumë e gabuar. Ajo përgjigje që ne duhet na jap SPAK-u është nëse këto media, të cilat janë bindur dikujt që qëndron në ambientet e paraburgimit, e kanë bindje të tyre personale që ky person ka të drejtë, apo janë paguar nga kompania e marketingut të vllajit të tij Arbër Veliaj, kompania Google, këtë përgjigje duhet na jap SPAK-u që me informacionet që dim përmes burimeve është duke hetuar. Një tjetër pikë që del tek bisedat telefonike të zotit Erion Veliaj është çështja se si ai kërkon që të ndikojë në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, edhe pse Këshilli i Lartë i Prokurorisë nuk e ka bërë, madje ka bërë një deklaratë në mbështetje të prokurorisë së posaçme, por ai shprehet që tregojë atyre se kush i ka emëruar, by the way, me qëra fjala. Po ashtu se si nxit dhe vjen në lëvizje dhe dhomën kombëtare të avokatisë që të bëjë një deklaratë në mbështetje të pozicionit të zotit Erion Veliaj dhe për nisjen e hetimit disiplinor sa i takon prokurorit të çështjes. Dhe kjo kërkesë nga ana e dhomës së avokatisë po ashtu është bërë. Ai ankohet dhe kërkon trajtim preferencial në burg ndaj ministrit të drejtësisë Ulsi Manja, madje dhe e shan ministrin e drejtësisë, por ministri i drejtësisë duket që në këtë rast ka zbatuar ligjin mbase sepse çështja ka qenë shumë sensitive. Dhe kjo është më shumë në vazhdën e një kurioziteti për publikun dhe nuk ka shërbim të interesit publik. Ajo që nuk jam dakord është zbulimi disa bisedave personale që qoftë Erion Veliaj, qoftë kriminali më i madh në botë të jetë, SPAK është një institucion dinjitoz që ka mbështetjen e 70% të shqiptarëve dhe nuk duhet që të... Kemi dhe një moment, Ola, që është njëri që nuk e mban dot burgun, nuk kupton dhe ai mund të qëtoj. Mund jetë ai po. Po ti që lexon dot atë... Ju nuk që të bëja dhe gjithmonë kështu. Jo. Bisedat personale, çfarë ka folur Erion Veliaj me familjarët e tij, nuk duhet të zbulohen për sa kohë nuk përbëjnë asnjë provë për faktin penal. Duhet të jenë ndosje fare, po tani. Duhet të jenë ndosje. Pra nuk duhet ti dëgjoj as gjykatë si këto, se nuk kanë interes. Se duhet të zbulosh privatësinë e dikujt kur nuk përbën interes për çështjen. Kështu ka bërë me të gjithë. Tani, se këtu s'është për mbrojtje ligjit, këtu është për mbrojtur për të mos lejuar vendosjen e këtij standardi, që është skandaloz. Sigurisht. E zëmë se Erion Veliaj, në përmjet vlajt, ne nuk ka do të më njërë. Për ne kemi thënë këtë. Sigurisht. Vlaj Erion Veliaj, sa mori atë fondin e UAN-it, për shembull, e hoqi nga disa media, që nuk i shërben Veliaj dhe ora atyre. E zëmë se kjo është e vërtet. E beri konkretisht shumë. Është e vërtet. Çfarë fakti penal ka këtu? Si çfarë fakti penal? Po kush fakti penal që ka bërë këtë gjën? Nëse është e dokumentuar që shërbimi nuk është marketingu,
por është PR-i një politikani, atëherë patjetër që hapet një precedent ku të gjitha... Edhe morale është, pastaj fakt penal apo jo? Jo, ata janë përpjekur... Ata janë përpjekur... Jo. Farë duhet të themë? Abilekaj, me sa kuptoj unë, një sekund vetëm. A është Velia njeriu që bulizon gjyqtarët e drejtësisë? Po, patjetër. Po, a është që shantazhoi hetuesin e BG-s? Po. Përderisa i përdor të vllajën e gjitha, ata kanë dashur, një sekond vetëm. Ju lutem. Nga bëri pyetjen mua, a janë shantazhuar Po pra, në këtë plan, ata kanë kërkuar izolimin. Paguar nga Erion Velia, po prokurorët në këtë rast kanë kërkuar izolimin dhe jo dënimin, nuk e përdorin për dënimin. Nuk ka fakt penal. Çështja është që Spaku këtë duhet ta vërtetoj dhe më sa kishim në përgjimet e telefonatave, kjo nuk ishte. Po e vërteton ai, nëse ti bën si kryeredaktori i medias, po më falni minutë. Nëse bën si kryeredaktori i medias, do thotë që ti mund të mbash të izoluar. Dhe por Ilir Meta pse më të izoluar? Ditë më thuash mua ti. Përse? Përse është izoluar Ilir Meta? Ja më thuaj, çfarë rreziku ka ai? Dhe prokurorët kanë kaluar në këtë rast, të kanë afruar ty, domethënë të gjithë të material, përgjimi, që duket si nuk ka vlerë për ta dënuar. Erion Velin. Po ka vlerë për të thënë që ky njeri mund të prish prova, ky njeri mund të intimidojë njerëzit, mund të intimidojë prokurorët. Personazh negativ. Po mos personazh. Po, jo s'është personazh negativ. Po ky mund të veprojë kështu siç ka vepruar. Ai veprimin e ka bërë. Nëse kjo është në zhvillim dhe ne do ta ndjekim. Veprimi është bërë para. Në atë që ka bërë ai në qelin, ne nuk na duket në Okej. Në teshë direkt. Velia ka qenë vetë autor i 10 teksteve kundër prokurorëve. Pra nuk është se ka ngarkuar media t'i bien prokurorëve dhe vetë ka heshtur. Ai ka dalë vetë dhe i ka rënë prokurorëve. S'ka lënë epitet pa thënë dhe prokurorëve. Po kjo çfarë do thotë? Pastaj kur ndryn, jo, një minutë. Kjo do thotë që ky duke bërë këtu mund ta bëjë me media ato? Jo, absolutisht. Po them kjo të bëjë ta shkruaj intervistën vetë. Por nuk është ashtu. Për gjyqtarin, mjaftonin provat e faktit për ta lënë brenda. Domethënë këto provat e tjera. Këto nuk janë prova për të dënuar Erion Veliajn. Është një përpjekje, mund të jetë dështuar. Ne nuk kemi lexuar vendimin argumentuar të apelit të bardhur që ka vendim të argumentuar. Me çfarë arsye? Nuk ka vendim. S'ka pse të bëjmë ne tani. Ne ta shikojmë në proces. Ta shikojmë në proces. Ne gjykojmë gjykatësi. Ne gjykojmë. Jo, meqense juve thatë Pagu janë farë kanë bërë Pagu. Ne po themi ne gjykojmë atë që Pagu. Po të gjithë po themi të gjithë po themi gjë të vërteta. Dhe ai po thotë gjë të vërteta. Publike për ta gjykuar ne. Era kaq të rëndom ta thotë, nuk janë thelbi asaj. Të gjithë po themi gjëra të pak të ndryshme, por që janë të vërteta. Tani ta lëm të bisedën se ne nuk kemi kemi një material, kemi një material total të zbardhur. Jo. Ne kemi për emisione me radhë që kemi denoncuar mënyrën se si Erion Velia kontrollon mediat dhe këto përgjime edhe në rast nuk e plotësojnë. Për bëjnë interes publik vetëm në këtë. Po çfarë tani marrësh gazetarët edhe ti thuash bëj këtë? Si gazetar në këtë moment? Ne të shohim vendimin e zbardhur të gjykatës apelit. Në rast se pjesë të fashikullit janë të futur në vendim, pra gjyqtari i ka marrë në vlerësim, atëherë këto kanë vlerë. Okej, kalojmë në pika që me jemi të Ola, pullat fiskale, duken si pull e korupcionit. Zonja Xhama, tani, çfarë ka ndodhur me koncesionin e pullave fiskale? Ky është një koncesion i qeverisë Berisha, dikur, për të cilën të majtët u zotuan se kur të vini në pushtet do të shfuqizonin. Fillimisht mund të spjegoni kush e mori koncesion dhe përse? Kanë qenë 4 kontrata koncesionare në fushën e shërbimeve fiskale, të cilat janë dhënë në kohën e qeverisjes Berisha, ku një nga kartat që luajti Partia Socialiste në opozit në vitin 2013 dhe që pati dhe pik për të ardhur në pushtet, pa tjetër, jo vetëm për mes denoncimit të këtyre, por që mori përsi përdesh shfrytëzimin, është kontrata e markimit karburanteve, është kontrata e skanimit të kontenierëve në dogana, lotaria kombëtare dhe kontrata koncesionare e pullave fiskale. Pullat fiskale ofroheshin më përpara si shërbim nga ana e qeverisë shqiptare dhe i ofronte shteti. Pasi ky shërbim u dha me koncesion, tarifat mesatare për pullën e cigareve, verës dhe birës, bira e ka patur 0 dhe u bë 3 lek për pull, u katërfishua mesatarisht. Nga viti 2012 që nisi zbatimin kjo kontratë koncesionare, deri në fund të vitit 2023 që kemi bilancet audituara, janë mbledhur afërsisht 100 milion euro për mes tarifës që ka vendosur kompania koncesionare nga pullat fiskale. Por nuk kemi asnjë analizë se sa
është ullur evazioni në fushën e eliminimit të kontrabandës të mallrave që janë subjekti i akcizës, apo se sa është rritur akciza nga mirë funksionimi i këtij koncesioni. Ajo që dihet është që qytetarët shqiptar kanë paguar mallra më të shtrenjta dhe buxheti i shtetit ka marrë tarifa normale, njësoj sikur t'i jepte këtë shërbim. Po shteti, por fitimi ka shkuar për kompaninë private. Nga fitimet e deklaruara në kontratën koncesionare që është afërsisht 11 vjet, janë fituar 7.4 milion euro. Kompania e cila, për ta treguar historinë, kompania e cila fitoi këtë kontratë, e fitoi pagar dhe mori një... Në kohën e doktorit, Sali Berisë. Kontrata koncesionare u miratua dhe nga Kuvendi i Shqipërisë, kompania është kompania... Përflitej atëre me gjithë fuqinë që e ka Zamir Mania, por ai në intervistë me mua ka thënë që nuk e kam. Dikur, kohën e Berishës. Kompania është regjistruar në Zvicër, ku ka jurisdiksion që ofron anonimatin e pronarve... Offshore? Ka anonimat, jo tërësisht offshore, se offshore është dhe kur ke përjashtim... Midis offshore dhe anonimat? Guack, pra, bulon, po Guack është edhe kur ke kompani të fshehura pas kompanive, po pronarët janë anonimat. Tashmë, me detyrimin për të depozituar pronarët përfitues te kompanit offshore, që ka nisur së fundi zbatimi ligji, janë 2 persona tërësisht anonim, shtetas zvicerian, që deklarohen me 25% si përfitues fundor të koncesionit të pullave fiskale apo kompanisë SICPA. Ju thoni që mund të ketë pas biznesmen të fuqishëm. Pa tjetër, dhe kjo nuk është rastësore, që duhet jetë një biznesmen shqiptar. Dhe nga negociatat që janë bërë qoftë për tarifën e barnave dhe për tarifat e tjera, kur është dashur që të ndryshoj koncesioni, ata zyrtarët që kanë punuar në Ministrinë e Financave e di shumë mirë se kush është paraqitur atje dhe ka negociuar për këto. Por, përsa kohë që ne nuk e kemi të dokumentuar, nuk mund të themi emrin. Por, si gazetare që kam raportuar punën e Ministrisë të Financave, pa tjetër që dhe ne e dim se cili nga biznesmenët shqiptarë ka shkuar atje. Ma tha mua në intervizë me këtu edhe ai, nuk mund të jetë besoj unë se a ishte dhe nga këta që i shpallun përsa kohë që nuk e kam të vërtetuar me dokumenta, me fotografia, apo me audio, pa tjetër që dhe unë nuk mund të them emrin. Por, nëse ka vullnet për t'i shkuar dhe për të kërkuar, se kush është pas, janë proces verbalet në Ministrinë e Financave kur është bërë koncesioni për tarifën e barnave. Për të rikthyer te kompania SICPA, si thash, qeveria socialiste mori përsipër shfuqizimin e 4 kontratave koncesionare në fushën e shërbimeve fiskale të dhëna nga Ministria e Financave, por deri më sot asnjëra prej tyre jo vetëm që nuk u shfuqizua, por përkundrazi ato u shtyn në vite, duke i rritur më shumë të ardhurat koncesionarve, dhe ajo që ka ndodhur së fundi është që në vitin 2023, kontrata për pullat fiskale përfundoi, Kuvendi i Shqipërisë e shtyu dhe me një vit koncesionin duke ja lënë kompanisë SICPA që të vazhdojë të ofrojë shërbimin e pullave fiskale, pra i rriti sërish të ardhurat kompanisë koncesionare, dhe më pas ka qenë Ministri i Financave zoti Ervin Mete, i cili mori vendimin që pullat do t'i kthehen të zotit shtetit. Se kontrata koncesionare është e tillë. Koncesionari bën investimin, të gjitha pajisjet për prodhimin dhe shpërndarjen e pullave do t'i ngeleshin në pronësi shtetit shqiptar. Tashmë u autorizua shtyp shkronja e letrave me vlerë që të printonte pullat fiskale. Dhe shteti mori këtetu ati? Jo, shteti mori pajisjet dhe kjo kompania shtypshkronja e letrave me vlerë është në pronësi të shtetit shqiptar. Tani çfarë ndodhi ylli? Si puna e pasaportave. Bëhet një VKM dhe vendimi i qeverisë thot shtypshkronjës së letrave me vlerë ti e autorizuar që të themelosh një kompani tënde dhe negocioj gjej ndonjë kompani private, të cilën ta marrësh edhe të prodhosh dhe të shpërndash pullat fiskale. Dhe gjendet një kompani me bazë në Emiratet e Bashkuara Arabe. Emiratet tani, ka iku nga Zvicra? Iku nga Zvicra direkt abileka në Emirate? I ka një kompani në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe 40% i ka sërish kompania SICPA, e cila sërish bazën e ka në Zvicër edhe menaxher më dilte edhe një me emër shqiptar. Menaxher dilte emër ynë? Po tani ka ikur nga Zvicra tu aty në Emirate,
Dega e Zvicrës ka hapur, ka themeluar një kompani në Emiratet Arabe, ka bërë konsorcium dhe bashkim operatorësh me një kompani në Emiratet Arabe dhe ka hyrë me 49% te koncesioni pullave fiskale. Në një kryeministri s'ka birë këtë që ta gjej se kush tani që ta kuptojnë qytetarët kush ka vështirë ta gjetur, po s'duam ta gjejmë. Çmimi mesatar i pullave fiskale në Bashkimin Evropian është 3 euro për 1.000 pulla. Në Shqipëri ka qenë 22 deri në 30 euro në varësi të produktit. 10 herë më shumë, 10 herë më shumë. 10 herë më shumë pullat. Dhe qeveria bëri një lëvizje. Në ruajt të shikus 10 herë më shumë. T'ja themi dhe popullatës të bëri një lëvizje që uli çmimin me 5 euro. Por sërish ne nuk kemi më 10 herë më shumë, po jemi 8 herë më shumë se sa mesatarja e 8 herë më shumë se Bashkimit Evropian. Po e pas kemi kaluar Bashkimin Evropian. Këto para për mallrat e akcizës i paguajnë qytetarët shqiptar, po ti kishte shtypshkronja e letrave me vlerë, edhe po mos ndryshonte çmimi, do t'i merrte parat buxheti i shtetit. Tashmë shtypshkronja e letrave me vlerë thot se ti marr të gjitha parat tunë, po i ndaj me këtë kompaninë private për gjysmë. Ka që thjesht. Do me thënë shteti këtu merr një diçka tani, ha? Dhe justifikimi është merr gjysmën e fitimit. Merr gjysmën e fitimit, Pastaj varet se si do t'i kenë shpenzimet, si do t'a kenë performancën. Dhe po të shohim standardin që është ndjekur, kompania është kontraktuar pagar. Privati ka mbritur tani me shtetin, ajti pjestojmë gjerat ka thënë dhe tani shteti merr gjysmën. Marrëveshja e stabilizimit socimit, ligji për prokurimin publik detyron edhe kompanitë publike që të zbatojnë rregullat e prokurimit publik. Në momentin që ti do kontraktosh si bashkëpronare një kompani private, duhet minimalisht që të hapësh një thirrje ku të vinë të gjitha ofertat dhe ti do zgjedhësh kompaninë me eksperiencën më të mirë, atë që të jep koston më të lirë për shërbimin që do të ofrosh të printimit të pullave apo të shpërndarjes. Dhe aty zgjedh ofertën më të mirë ekonomike që i leverdis qytetarëve shqiptar dhe e nxjerr fituese dhe krijon konsorciumin. Kurse të gjitha këto negociata janë të errta dhe është kelur dhe ligji i akcizave i cili thotë që nëse ka privat, sepse është shumë shërbim sensitiv, kemi të bëjmë me mbledhjen e të ardhurave të buxhetit të shtetit, nëse ka një kompani private që hyn për prodhimin dhe shpërndarjen e pullave, duhet jetë marrëveshje vetëm koncesionare dhe duhet miratuar vetëm nga Kuvendi i Shqipërisë. Në këtë rast, Kuvendi është lënë në harres dhe është anashkaluar ligji. Dhe s'ka patër Kuvendi me gjithë punë babilega gjitha. Dhe arsyetimi që pse çmimet janë më të larta se në BE dhe në rajon, është me faktin që siguria në këto pulla është 10 herë më e madhe se në Bashkimin Evropian. Siguria është 10 herë më e madhe se pullat e Bashkimit Evropian, ha? Këto pullat fiskale siguri. Ndërkohë që Shqipëria vuan gjithmonë nga produktet e falsifikuara. Ne dëgjojmë për verë të falsifikuar, për alkool të falsifikuar. Mjafton të ndjekim emisionet investigative se si denoncojnë fabrika të cilat prodhojnë çdo gjë të falsifikuar edhe që ngjitin pullat. Po të nderuar të shikus mbritëm një arritje më të madhe, pullat tona qenë kanë pullat fiskale qenë kanë 10 herë më të forta se kullat e Bashkimit Evropian. A e kuptoni ave? Këtu ka arritur kulmi. Dhe kjo ndodh me të gjitha koncesionet në Shqipëri, se nuk është ky vetmi. Të gjithë koncesionet nisen nga parimi që do bëjmë një të mirë publike, por në fund fare vetëm publiku e pëson. Të gjitha koncesionet janë në shkelje të marrëveshjes së stabilizimit socimit? Asnjëri nuk është me garë. Asnjë nga koncesionet nuk ka shkuar me garë. Kemi konfirmimin që vjen nga Komisioni Evropian që Shqipëria është në rrugën e duhur. Ajo është edhe gjeopolitike, du të bëjnë edhe. Dakor. Sipas shenjave është gjitha. Nëse një shërbim jepet nga privati, duhet të justifikohet se privati e bën më mirë dhe me cilësi më të mirë dhe më lirë. Ndërkohë që ne kemi tërësisht të kundërtën. Pra, kur e kishte shteti, bëhej më lirë. Kur e bëri privati e 4 fishoi tarifën, tani është privati në bashkëpunim me shtetin dhe unë vetëm me 25%. Nga jashtë të marrin pullat tona, apo së fund? Jam vetëm për ne ato, se në Republika e Shqipërisë të to. Nuk do vinë nga jashtë, toni ju që të marrin pullat tona ka i të sigurta. Po duan madrat sigurta ata duhet ta bëjnë, por ata nuk duan. Nuk duan të sigurta e Bashkimit Evropian. Por nga 4 a 5 koncesionet që ishin qeverim Berisha dhe që Rama kur ishte në fushat 2013 tha do t'i fshim të gjitha këto koncesione, do t'i marrë shteti këto punë, asnjëri nuk kanë, vetëm ai pasaportave i ka kaluar shtetit dhe ndërkohë kanë shtuar 4-5 koncesione të tjera si qeveri e PS-s. Socialistët tani u angazhuan si shtamola që do të anullonin një sër koncesionet të vitit 2013 Sali Berishës,
Si të janë konkretisht dhe çfarë ka ndodhur, i anulluan gjë apo jo? Kontrata, e nisi me kontratën e markimit të karburanteve, kishte kompania Global Fluid International. E pyetën dhe doktorin këtë markimin, edhe nuk tha nuk kam... Ismail Mulletit. S'let gjë informacion pa patur, tu s'kish. Emri pronarit, se dhe kjo kompania ka qenë offshore, doli tek dokumentat e Panama Papers, kur u zbuluan të gjithë pronarët përfitues që kishin të regjistruar një kompani në Panama, doli dhe emri pronarit të vërtet të kësaj kompanie. Kjo kontratë koncesionare ka përfunduar për para 2 vitesh, por pasi një shtetase turke afër Sinani Drizit bleu... Sinani i Vlorës, tu ati? Po. Bleu kompanin GFI apo Global Fluid International, qeveria vendosi që ta shtynte edhe me një vit dhe që prej gushtit të vitit të kaluar, kompania, pra markimi karburanteve, e ofron shteti. Kontrata e cila ka qenë më e tmerrshme dhe që është denoncuar më shumë është ajo e skanimit të kontenierëve në dogana. Kjo është një histori shumë e madhe se si minimalisht, për të mos them korruptive, po, në vitin 2012. Gjoja kontrollosh, në asgjë s'kontrolloj aty. E mori një kompani amerikane me emrin Rapiscan. Rapiscanin e kam bërë, më kujtohet mua. Ja shiti... Dojnë kisha unë atere, Artan Ramën, e kemi bërë mirë shumë. Tja kujtoj publikut? Kujtoj publikut pak. Ja shiti kuotat kompanis ICMS për 490 lek. Për një paket dursi, DS. Po. Po, më kujtojt mua. Për 5.000 lek të vjetra. Gjysmat e kuotave. Ndërkohë që deri më sot, kjo kompani ka mbledhur të ardhura nga tarifa e skanimit 110 milion euro dhe ka realizuar fitim neto pas taksave 17,4 milion euro. Kaq mjafton për një fakt penal që të nisnin hetimet për kontratat koncesionare. Por ajo që është më skandalozja, është një audit që ka bërë kontrolli i lartë i shtetit kësaj kontrate koncesionare, i cili ka gjetur që në total nga skanimi në dogana janë zbuluar 120.000 euro shkelje, ndërkohë që janë paguar 110 milion euro. Pra, efikasiteti është 0,1%. Pra, janë paguar ti të marrësh detektivin, ti japësh 110 milion euro, që a i të të paka shumë ola e kuptova. Më shumë... Dhe, aq keq është bërë kjo kontratë, sa skanohet edhe energjia elektrike, nuk skanohet në të vërtet energjia elektrike. Atë bëm ne. Nuk skanohet. Ajo ecën në përtela, pagesën ti... ecën në përtela, nuk ndalon fare në kufi, ata e skanonin. Me këto shifra që thot Ola, qeveria merr 10 fishin e parave nga qytetarë të ndryshëm që nuk i deklarojnë kufi, se sa nga këto që i kapë skaneri në dogana. Këta të erën të menjëtit e morën të gatshëm nga doktori këtë, edhe skanimin e energjisë, këtë që beshin. Po prapë në total, në raport me këto koncesionet e këtyre 12... E reja, pastaj, sigurisht. Pastaj bëm... Shifra s'kan lidhje fare. Pa pastaj, kuptohet. Edhe doktorin ndaj do të kthehet, ma. Të bëjmë dhe njerë nuse pa të shikoj. Ose se sa efikas që ka qenë markimi i karburanteve, unë kam një relacion nga një grupi punës që ka bërë auditin e... Kemi të gjatë shumë, apo? Jo, mund të them. Efekti i luftës kundër evazionit zvogëlohen, sepse markohen vetëm me një shënjues të gjitha produktet e naftës, pavarësisht çmimit dhe përdorimit. Dhe mund të përzihen produkte me çmime të ndryshme, si solar me naftë, apo holluesi D2 me naftë D1, duke shmangur një pjesë të detyrimeve fiskale, duke ndikuar gjithashtu dhe te cilësia e karburanteve. Pra, nëse qëllimi i markimit ishte cilësia, grupi auditimit ka evidentuar që markimit ka bërë asgjë. Më të qartë se qemi në këtë pikë, Ola, nuk kemi gjikuar. Për 11 vjet, janë dhënë 4 milion euro mesatarisht në vit, i bie 24 milion euro që ne i kemi paguar te nafta. Këto çmimet e skanimit të kontenierëve, një pjesë e subvencionon buxheti i shtetit, të tjerat i paguajmë ne të produktet ushqimore. Qartë. Koncesioni i pullave fiskale, i paguajmë tek mallrat që konsiderohen ose të luksit, ose të dëmshme për shëndetin dhe mjedisin, siç është duhani, vera dhe bira. Qartë. Fora, faleminderit për këtë sqarimet shtëruse. Tani kemi edhe një pikë tjetër që na ka mbetur. Tarifat, andikojnë tarifat e Trumpit në Shqipëri. Unë, zotin Preqi, profesorin kam thirrur. Mirëmbrëma.
A je mirë, profesor? Ba është mirë këto Faleminderit për ktesën. Faleminderit shumë edhe ti që u përgjigje për të dhënë disa fjalë, për të thënë disa fjalë për gjithë bota tani pak e ngatruar duket, profesor. Nga tresë e madhe e të gjitha. Tani, zoti Trump ka vendosur tarifa edhe Shqipërisë. 10% fix. Tani, njerë popullatës ne duhet të përpiqen të shpjegojmë me ç'është kjo tarifë tani, se popullata dhe nuk kupton mirë këtë gjë. Se edhe nuk i intereson tani tarifa që thot, doli fjala tarife gjitha ata po zgjidhen me një tjetrin tani Elon Musk kishte humbur 11 miliard euro. Dhe tani Trumpi kishte thënë që çdo smundje pa një kurim nuk rregullohet. Ndoshta ka drejt ai tani, ne nuk e dim, nuk kemi shumë të qartë. Por tani ai quan këto tarifa reciproke. Në rastin ton tani, çfarë ka reciproke, profesor, këtu se mirë ne Amerika, ne kemi ndonjë tarifë për Amerikën, që tarifa e tyre quhet reciproke? Ne mund të bëjmë tarifë ne tani. Ndoshta është vendi ta shohim me një perimetër pak më të gjerë. Ju pyesni për tarifa. Tarifa është një taks që çdo qeveri vendos mallrave që nuk janë prodhuar në atë vend, por që vijnë nga një vend tjetër. Kjo është tarifa për cilën ne po flasim. Synimi vendosis tarifave është nga njëra anë për të siguruar të ardhmën në buxhet dhe nga ana tjetër për të mbrojtur prodhimin vendas. Pra, për vendosur një ekuilibër midis asaj që prodhohet në vend dhe asaj që vjen nga jashtë. Në rastin konkret nuk është hera e parë që bëhet një eksperiment i tillë me pasoja globale, sepse bota është bërë më përpara? Po, në krizën e depresionit të madh 1929-1933, saktësisht vitin 1930, presidenti i kohës, u bë në kohën e depresionit apo për këtë shkak erdhi depresioni? Jo, është bërë në kohën e depresionit, sepse presidenti i kohës besonte që duke vendosur tarifa për mallat bujqësore që vinin nga vende të treta jashtë Amerikës, do mbronte fermerët vendas, dhe quhet akti mbi fermerët. Dhe e vërteta është që ishte jo kontribues, jo funksionues. Nuk solli përfundimet e pritshme. Dhe gjatë 100 viteve prej asaj kohe, bota ka ecë duke i heqë barrierat, pra duke mundësu shkëmbimin e mallrave, shkëmbimin e investimeve të tjerë. Me tarifa të negociuara, pra duke pas tarifa, por që mbrojnë ekonominë edhe në të njëjtën kohë lejojnë lëvizjen e mallrave. Tani si pas teje, profesor, këti, ja një sekundë, pse ja dha koka që të lëshoj tarifa për gjithë botën? E ka pas që në, sepse po të shohësh, që nga viti 2001, kur Kina është bashkuar Organizatës Botërore të Tregtisë, ka pas një zhvillim shumë të madh Kina për asaj kohe, 25 vitet e fundit, dhe praktikisht është një konkurrent shumë i fuqishëm. E njëjta gjë mund thuhet edhe për Meksikën, edhe për Kanadën. Dhe që është mandatin e parë, Trumpi pati vendos një taks 10%, një tarif 10%, ndaj mallrave që vinin nga Kina, dhe nuk u hoq nga administrata Biden, pra u ruajt. Jo, lufta e tyre me Kinën është shumë e qartë. Duhet bëjmë gjithçka. Tani sa e çoj të Kinës, profesor? Po, tani ai lartë e ka çuar. 34%. Ishte 10%. 34 nga Kina, përveç tarifës 20% që kishte shpallë më parë. Po, 49% është për prodhimet nga Kambodgja, 46% për prodhimet vietnameze, 34 tham nga Kina, 20 për BE. Të pyesum për rajonin pak ty se pse ne 10% dhe Serbis mbi 30%? Ne jemi me suficit. Kush është me suficit? Ne jemi me suficit, Totola? Ata me suficit me ne. Do me thënë ata eksportojnë shumë, Serbët eksportojnë shumë në Amerikë dhe ai u ras tarifën. Ne më shumë blem ne nga Amerika se sa Amerika nga ne, prandaj. Vendet që kanë shumë më tepër. Do me thënë, s'ka shta bën Trumpi me këtë tarifë? Se ne s'kemi se nuk është të qojnë gjë atje. Ylli është formulë. Sa është importe minus... Do me thënë, kjo formulë e Trumpit ne nuk në zeka. Në zeka në mënyrë shumë pak, profesor, simbolike. Sa përqin diferenca, sa pjestohet me 2. Kaq, është formulë. Volumi i investime, volumi i shkëmbimeve tregtare që Shqipëria ka me Shtetet e Bashkuara është më pak se 4% e tregtisë jashtme tonë, është në vlerë simbolike, rreth 3/4 e saj
janë produkte qelikut edhe bim medicinale dhe që në thelb nuk ka ndonjë impakt të ndjeshëm. Është diçka e pranueshme. Çojmë këto lule që mbledhin këta, barishet e gjatë, që mbledh popullata, sherebelat to dhe i çojmë në Amerikë. Por në një ekonomi globale mund të ndikoj linja të caktuara të biznesit, për shembull, nëse shtrenjtohen mallrat e Kinës apo në vende që ka rieksporte, për shkak të shtrenjtimit të çmimeve apo gjetjes së tregjeve të reja. Një goditje na e dhan ka Trumpin edhe bimet medicinale. Popullata që mbledh bimë, ka goxha që mbledhin në shtrenjtim të çmimeve për linja të caktuara. Kryetari shoqatës. Tani që ta ka dalë kryetari shoqatës sot është ankuar. Kryetari shoqatës së bimëve. Janë disa efekte apo pritshmëri apo vlerësime të bërë nga ekonomistë të njohur dhe nga institucionet ndërkombëtare që flasin për efektin e tarifave. E para duhet pranuar që ajo është një instrument negociues, do thotë kërkon të ul prurjet e drogës së fentanilit nga Vietnami, nga Kina, nga vende tjera, kërkon të ule migracionin që hyn përmes Kanadas me radhë dhe po e përdor një instrument financiar, ekonomik për qëllime të tjera politike. Së dyti duhet thonë që Trumpi pret, ekonomia amerikane pret të mbyll hendekun, të ngushtoj hendekun e deficitit tregtar. Sot që flasim ka volume shumë të mëdha, 236 miliard është deficiti me Bashkimin Evropian, 295 miliard vitit 2024 me Kinën dhe synon pra që të zbusë të deficit. Ekonomistët janë dyshues mbi efektin sepse nuk pritet që ekonomia amerikane të marrë veten aq shpejt për të mos thënë që pritet rritja e çmimeve në tregun e brendshëm atje dhe është një kërcënim rreziku i inflacionit dhe veçanërisht i recensionit. Në fakt, rënja e çmimit naftës që filloi pak ditë më parë lexohet nga administrata e Trumpit si shenjë që inflacioni nuk do të shfaqet. Gjithsesi, rreziku i konflikteve sepse koncepti i ekonomisë botërore përmes tarifave, përmes heqjes tarifave, koncepti i Organizatës Botërore të Tregtisë ka qenë dhe metet që nëpërmjet shkëmbimeve tregtare, nëpërmjet heqjes barrierave, krijohet mundësi që të funksionojë më mirë ekonomia, të përmirësohet mirëqenia dhe të evitohen konfliktet. Dhe rreziku i konflikteve përmendet nga një numër drejtuesisht të Europës, veçanërisht në ditët e sotshme. Pra ka një shqetësim konstant në rritje nga shumica e udhëheqësve perëndimor. Në të njëjtën kohë, një shqetësim tjetër që përmendet nga ekonomistët më në zë të Bankës Botërore lidhet me demokracinë dhe me autokracinë apo kapjen e shtetit. Nëse ata arsyetojnë që nëse Elon Musk do të tërhiqet nga qeveria, pra ajo që është rreziku i kapjes së shtetit nga biznesi, se kjo është ajo që përkthehet drejt për drejt, do të metemi në kuadrin e një autokracie, por tekstojnë dhe faktin tjetër që një numër i madh ndryshimesh ka mundësi të jenë të bëhen të pakthyeshme dhe dohet vështirë të korrigjohet. Pra, e tërë bota është në një vorbull, së cilës është vështirë t'i bësh parashikime. Për të kthyer tek ekonomia jonë, do thosha që këto dy produkte që ne kemi, që përmendem që zën peshën më të madhe në shkëmbimet tona tregtare, hekur qeliku dhe bimë medicinale, ndoshta duhen trajtuar si të parat si mundësi për të bërë riorientim të tregut dhe të dytat duhen pa si një mundësi që vendi ynë të përdor këtë avantazh të nivel të ulët të tarifës 10% për të thithë investime që mund të eksportojnë produktet e tyre në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një mënyrë reagimi që është përdorur dhe më parë dhe mund ta përdorin vende të ndryshme, mund ta përdorim edhe ne nëse përmirësojmë klimin e përgjithshëm të biznesit. Por para në tërësi, unë nuk shoh ndonjë ndikim signifikativ në ekonominë tonë, për më tepër që mundësia e riorientimit të tregjeve është e mundshme për produktet në fjalë. Ju nuk shikoni, profesor, vërtet në kuadrin e përgjithshme të gjithë, po gjithsesi e drejt për drejt, e bime medicinale për shembull, ai është një për drejt. Ai është për shembull, nuk ka treg tjetër, Evropa s'ka. Profesori po thot, pra, nëse dhe Shqipëria edhe Serbia eksportojnë bime medicinale në Amerikë, ndoshta për tregtarin shqiptar do jetë më mirë sepse Serbia ka taksën më të lartë. Këtë po përpiqet thot, pra ndoshta tregu mund ta orientojë që kërkesa për Shqipërinë të jetë më e madhe për këtë produkt,
se Serbia do ketë tarifa më të larta, apo Maqedonia e Veriut mund të ketë tarifa më të larta. Kjo po ndodh. Tani ndodh një dinamike e re sa i takon edhe konkurencës. Nëse tarifa është 10%, atëherë Shqipëria eksporton afërsisht 70 milionë euro në vit bi medicinale drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tashmë, ose këtë 77 milion euro që do të bëhet, do të paguajnë qytetarët Amerikanë, ose në momentin që do të refuzohen këto lloj importesh nga Shqipëria, koston do ta mbajnë eksportuesit shqiptar, të cilët do duhet që të ulin çmimin për importuesit në SBA dhe do të ishte një faturë financiare në dëm të tyre në vlerë 7 milion euro. Po të ndodh kështu, e gjitha është supozim dhe duhet të presim dinamikën se si do të zhvillohet. Por nëse do ndodhte ky skenar negativ, duke kalkuluar dhe rënjen e monedhave, valutave, si të dollarit, si të eurot, për eksportuesit, mendoj që do të ishte një goditje tjetër. Unë mendoj që kjo e Shqipërisë është një aforfejt, një tarifa aforfejt që mund negociohet, kështu që sepse Trump është hapur për negociata. Kështu që mjafton që qeveria të kujdeset pak për negociatën dhe kjo tarifa bie me një. Disa lule që shiten edhe Trumpi nuk do ta ketë vështirë të gjë, kupton tani. Është tarifa vend kot. 10% është. Domethënë është më e ulta e mundshme që është vendosur kudo. Edhe më pak mund ta bëjë tani. Edhe mund se ato për të shëruar bota është ajo tani, edhe mund ta ndër Trumpi mund ta shkojë këtë gjë. Ato ekonomi që krijon billun medicinale në Shqipëri mund ta mbajë sepse ata sot dolën në Kovend Shtypi dhe folën. Kështu që po të negociohet, besoj që kjo se gjërat profesor e thash fillim të emisionit unë, gjërat një lloj janë ore. Për shembull, këtu te ne, po ju shpjegojmë këtyre, po këta bëjnë edhe kështu shikojnë me pak me si me qeshje me kështu, po e disa ngjan njerëzit që po vinë tani në pushtetet gjithë. Ja për shembull te ne Irfani është një lloj si Trumpi atje. E jo vetëm ngjan si portret, po është edhe tani shmendim këti të fjalën e fundit, po në votë çfarë ndikimi ka patur vendosja e këtyre tarifave? Ti the që ka patur me Kinën me këto? E përsëris, Amerika shpreson, administrata Trump shpreson që nëpërmjet këtij mekanizmi të ngushtojë hendekun, pra të ngushtojë deficitin tregtar, të stimulojë ekonominë e vet dhe natyrshëm të mbahet premtimeve për të përmirësuar jetesën e qytetarëve amerikanë. Gjë që vështirë se mund të ndodhë. Gjithsesi, fakti që në Amerikën e sotshme ka një nivel të ulët të papunësisë, 4.1%, ka gjitha vendet e OECD-s që kanë rreth 5% në vitin 2024. Tregon që edhe mund të arrijë diçka, s'duhet ta shohim tërësisht me negativitet. Izraelit ja ka futur në mendje dëgjova një njerëz që ka qenë i rëndësishëm në administratat e këtyre, ja harrova emrin, e lexova diku, po të cilën këta të tjerë të këto oligarkët amerikanë dhe nuk e duan atë. Thonë është si një mushkonjë në një trup lakuriq. Ky që ja ka futur Trumpit në vesh këtë dhe i ka mbetur aty. Bile po më shkruajnë tani profesor që nuk e dia digjeti apo jo, i ka vënë tarif dhe ishullit me pinguin. Po këtu çdo mark. Po, ishulli pa banuar, ishulli pa banuar. Po ishullit ja ka vënë për tjetër arsye. Sepse Anglia mund të përdorte ishullin për të bërë eksportin e madrave. Pra ishulli i pinguinëve është që Anglia të mos i përdor këto, mos ta përdori, thot edhe po ishulli me pinguinët, dini gjë sa ja ka vënë? Njësoj pra 34% sa 34% ishulli me pinguinët. Sa që ka vënë Anglisë, ja ka vënë dhe ishullit. Po e Anglia i bën direkt vetë atje, po i futi dhe ishullit kë. Pra po, mos e përdori si entitet ishullin, prandaj ndodhe kjo gjë. Po që për rieksport, teoria e rieksportit, çka? Momenti geopolitik nuk është i favorshëm për masa të tilla dhe reagimet kanë qenë krejtësisht të drejtë për drejta. Për shembull, Ursula von der Leyen thotë që pasojat do të jenë të tmerrshme për miliona njerëz në mbar globin. Po dhe ne do marrim masa, thotë. Kryeministri i Kanadas thotë se ishte thelbësore të veprohet me qëllim dhe me forcë. Profesor, pas ka dalë video, më shkruajnë njëri që i di këtë gjë, që po niseshin pinguinët për negociata. Meloni thotë që ishte njoftimi, ishte i gabuar, thotë, dhe se ajo do të punonte drejt i marrëveshje me SBA-n për të parandaluar një luftë tregtare. Kryeministri i Irlandës thotë se nuk kishte asnjë justifikim për tarifat, thellësisht janë përkeqësardhje nga të cilat askush nuk përfitoi. Deri dhe Antonio Albanese e Australisë thotë se ky nuk ishte akt prej një miku.
Presidenti i Koreas së Jugut thotë se lufta tregtare globale tashmë është një realitet. Qartë. Në këtë moment ndodhemi dhe kjo metet për të parë. Gjithsesi, unë mendoj që për sa takon ekonomisë shqiptare, mendoj se më të mëdha do të jenë efektet e tërthorta përmes marrëdhënieve tona me Bashkimin Evropian, nëse kjo luftë do shkojë deri në fund, se unë pres negociata normalisht, dhe se sa indikimet e drejtë për drejta për shkak të shkëmbimeve tregtare që ne kemi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Profesor, fakti që ne importojmë shumë më tepër se sa eksportojmë, është një arsye, një faktor që mund të ketë ndikim të madh në Shqipëri. Kjo është. Tashi, flasim për më pak se 4% të shkëmbimeve tregtare. Jo, importi dhe eksporti i Shqipëri në raport me të gjithë partnerët europian, Kinë, me gjithë tregun global, nuk po them me SBA-n. Thjesht fakti që ne importojmë shumë më tepër se jemi në limite pa diskutim. Kjo ka ndikon. Apo ka mbritur zoti Tela, apo ka mbritur zonja Kocaqi që kemi pjesë. Nikimi në ekonominë globale tërthorazi do të nikojë dhe ekonominë tonë, qoftë marrëdhëniet me BE-n, qoftë marrëdhëniet me Kinën, sepse këto dy janë me peshë tek ekonomia jonë. Profesor, halle kjo dynja, hallit nuk i ngjan. Do me thënë, do t'jesh edhe prezent në studio herë tjetër e gjitha dhe ne do të diskutojmë jo vetëm për këtë probleme. Për efektet. Por edhe për efektet edhe për këto probleme, po dhe për probleme tjera, unë të falenderoj shumë. Faleminderit juve. Natën e mirë bashkë, të takohemi shpejti. Tani të nderuar të shikues, kjo që ishte kjo pjesë, ne u përpoqëm të thoshim në një gjë. Ju e dini tani, në ndogjës, ju e dini. Ne këtë desur kemi. Tani në pjesën e dytë, pasi do të ketë fare pak reklamë, do me thënë publicitet, unë do të kem një përfaqësuese shumë të rëndësishme që ka hyrë në zgjedhje, që e do vendin më shumë se të gjithë të tjerë që e duan edhe për para dhe kështu. Gjitha është një njeri që e do atë dhe unë patriote thellë të gjitha, Elena Kocaqi do t'jetë me mua, edhe një tjetër njeri që është i treti në listin mbyllur të saj, dhe do diskutojmë pse është ndryshe kjo Elena Kocaqi dhe që kërkon adeu tonë që kemi tani, t'i bëjmë shumë se që ishë berë deri tani. Unë dy kolegë do t'i mbaj, zonja Ola, ti do të falenderoj shumë që ishe, ndihmove seriozisht misionin, dhe unë me dy kolegët e mi dhe dy personazhet e cilat fola do të janë në ardhje sipër, fare shkurt publicitet dhe rikthehemi. Faleminderit Ola, edhe një herë.